Pasi presidenti Donald Trump shprehu përbuzjen e tij ndaj Evropës, udhëheqësit e saj pritet të mblidhen sot në Bruksel për të bërë një vlerësim të situatës dhe për të vendosur se çfarë hapash duhet të ndërmarrin mëtej. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte u takua me presidentin Trump në Davos të Zvicrës të mërkurën. Takimi u zhvillua në sfondin e një fjalimi të Trump, ku ai shprehu hapur pa kënaqësinë e tij ndaj politikave të imigracionit të Europës, rregulloreve të saj dhe refuzimit të pres për t'i dhënë Groenlandën, territor autonom i Danimarkës, të cilin ai këmbgulse Amerika duhet ta zotroj. Për muaj të tërë, Evropa ka kërkuar një përgjigje diplomatike për të ulur tensionet. Shpresa për një zgjedhje u shfaq në orët e vona të së mërkurës, kur Trump postoi në rrjetin social Truth Social se ai dhe Mark Rutte po punonin për një marrëveshje që mund të zgjidhte mosmarrveshjen mbi Groenlandën. Ai sugjeroi se tarifat që kishte kërcënuar të vendoste kombeve evropiane, duke filluar nga 1 shkurti, nuk do të hynin më në fuqi. Megjithatë, as ai dhe as NATO nuk dhanë detaje mbi kuadrin e mundshëm të marrëveshjes dhe nuk ka garanci se ajo do të përfundoj. Një antar i parlamentit danez nga Groenlanda e vuri në pikpyetje marrëveshjen, duke e cilësuar si konfuzion total. Tensionet nuk ishin qetësuar ende të mërkurën në mbrëmje, një gjë mbeti e qartë. Komentet e Trump nënvizuan sa pak gjëra të përbashkëta kanë sot Shtetet e Bashkuara dhe Europa, dikur aleat të ngushtë. Jacob von Kierkegaard, bashkëpunëtor i lartë në Bruxelles, një institut kërkimor në Bruksel, tha, ndërsa mund të mos i shohim më me kujdes marrëdhënie transatlantike, jemi ende në një pozicion shumë të vështirë. Ne jemi në thelb në kundërshtim me njëri tjetrin, në një mënyrë që pasqyron vlerat shumë të ndryshme midis shumicës së qeverive evropiane dhe administratës Trump. Udhëheqësit evropian, të tronditur nga kërcënimet e Trump për të marrë territorin sovran të një antari të BE-s dhe aleatit të NATO-s, duhet të bien dakord për atë që mund ose duhet të bëjnë nëse ai ndryshon përsëri qëndrimin e tij dhe për marrëdhënien transatlantike në një kuptim më të gjerë. Një protestë kundër Trump u zhvillua të shtunën në Nuuk, kryeqytetin e Groenlandës, duke reflektuar shqetësimin e banorëve lokal. Sot në mbrëmje, udhëheqësit e BE-s me 27 vende pritet të mblidhen në Bruksel për diskutuar gjendjen e rrezikshme të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara. Ata mund shqyrtojnë konturet e planit aluduar nga Trump dhe të debatojnë mbi qasjen e duhur ndaj kësaj epoke të re marrëmiqësore, veçanërisht kur Rusia vazhdon luftën në Ukrainë. Trump kishte njoftuar gjatë fundjavës se do të vendoste taksa prej 10% për disa vende evropiane që kishin dërguar trupa në Groenland si pjesë e një stërvitjeje të NATO-s, edhe pse ai ka pezulluar këto tarifa. Vetet e paqartë nëse kjo do të zgjas, vetëm mundësia e tyre shkaktoi panik. Ambasadorët evropianë u mblodhën urgjentisht të dielën, ndërsa shumë udhëheqës i telefonuan drejt për drejt Trump. Samiti i së u thirr si përgjigje ndaj kërcënimit. Diskutimi i pritet të ndjek gjendjen aktuale pas takimit në Davos, përfshir bisedën e Rutte me Trump. Udhëheqësit do të shqyrtojnë gjithashtu hapat e ardhshëm, edhe nëse çështja e tarifave dhe ajo e Groenlandës zgjidhen. Shtytja agresive e Trump për ishullin dhe gjua e tij ndaj Europës kanë nxjerrë në pa një përçarje serioze midis partnerëve, e cila është larg shërimit. Evropa po përballet me një realitet të ri pas dekadash në të cilat mbështeti në një marrëdhënie të qëndrueshme me SBA-n, si për tregti, ashtu edhe për siguri. Ndryshimi në rendin ndërkombëtar nuk është vetëm sismik, por është i përhershëm, tha Ursula von der Leyen, presidente e Komisionit Evropian. Një zyrtar i lartë evropian, duke folur në kushte anonimiteti, për i thirrje për qetësi, duke kujtuar se Trump shpesh kërcënon sanksione, por jo gjithmonë i zbaton. Ai sugjeroi se BE duhet të shmangë reagimet e tepruara, të ruajë diplomacinë, por të jetë e gatshme për hakmarrje nëse është e nevojshme. BE ka përgatitur tashmë një listë për 93 miliardë eurosh, ekuivalente me 107 miliardë dollar të mallrave amerikane, të cilave është gati të vendos tarifa hakmarrëse pas 6 shkurtit. Lista u finalizua vitin e kaluar si përgjigje ndaj luftës tregtare të mëparshme të Trump dhe do të hyjë automatikisht në fuqi nëse nuk merren hapa për ta pezulluar. Trump gjithashtu foli për NATO-n, duke pohuar se aleatët nuk do t'i vinin në ndihmë SBA-s nëse sulmohej, por historia tregon të kundërtën. E vetmja herë që neni 5 i traktatit të NATO-s u përdor, ishte për ndihmuar SBA-n pas sulmeve të 11 shtatorit 2001. Trupat e NATO-s luftuan për krah amerikanëve në Afganistan për një dekadë dhe Danimarka pati më shumë ushtar të vrarë për frym sesa vetë Amerika. Megjithatë, në Davos, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte u përpoq të zbuz tonin e Trump duke e vlerësuar për nxitjen e shteteve anëtare që të shpenzojnë më shumë për mbrojtjen e tyre, një presion që sipas tij e ka forcuar aleancën. I pyetur nëse mund ta imagjinonte NATO-n pa Shtetet e Bashkuara, ai u përgjigj shkurt: jo. Sipas tij, SBA-t janë padyshim kombi më i fuqishëm në tokë dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara është udhëheqësi i botës së lirë dhe nuk mund ta imagjinosh NATO-n pa udhëheqësin e botës së lirë, i cili është pjesë integrale e asaj organizate. Megjithatë, Rutte theksoi se çështja më urgjente për sigurinë e Evropës nuk është Groenlanda, por agresioni rus kundër Ukrainës, një kërcënim i drejtpërdrejtë në kufijtë e BE-s, shkruan New York Times. Ky mesazh përmbledh dilemat e Evropës, si të menaxhojë një president amerikan që po sfidon hapur aleancën, ndërkohë që kontinenti përballet me një luftë
ekzistenciale në lindje. Përçarja nuk është thjesht një episod i përkohshëm, por një sinjal i qartë se rendi transatlantik po hyn në një epokë të re, më të pasigurt dhe më të fragmentuar.